Dasma e shekullit në Rusi, djali i liderit të Çeçenisë martohet mes luksit të shfrenuar dhe të shtënave me armë nga të ftuarit VIP tek shumat maramense. Djali 17 vjeçar i kreut çeçen Ramazan Kadyrov Adam është martuar me një vajzë vendase të quajtur Medni, e cila është e afërme e Adam Delim Khanov, një deputet nga Çeçenia dhe aleat i ngushtë i Ramazan Kadyrov. Dasma madhështore u zhvillua gjatë 3 ditëve nga e njëjtja deri të shtunën në fshatin Akhamat Yurt, shtëpia stërgjyshore familjes Kadyrov në Çeçeni. Adam Kadyrov martua me vajzën e senatorit çeçen Sulejman Geremev, i cili është një aleat i ngushtë i Ramazan Kadyrov dhe është kushurir i deputetit rus Adam Delim Khanov. Ceremonia u parapri nga një martesë fetare muslimane, e cila është zhvilluar një vit më parë në 8 qershor 2024, përgatitjet për festimet zyrtare zgjatën disa muaj me festa të dërguara delegacioneve nga vendet e lindjes së mesme, përfshir ambasadorin e Emirateve të Bashkuara Arabe në Rusi, Mohamed Ahmed Al Jaber, i cili i ndërpreu pushimet e tij në Abu Dhabi për të fluturuar drejt kryeqytetit çeçen. Dasma thuhet se u shtyt 2 herë. Disa burime e lidhën këtë me dëshirën e Ramazan Kadyrov për të organizuar një takim privat midis Adam Kadyrov dhe presidentit rus Vladimir Putin. Përveç kësaj, Ramazan Kadyrov thuhet se planifikoi të martonte Adam Kadyrov herën e kaluar në të njëjtën ditë me vllajën e tij të madh, Zelim Khan Eli, por Kremlini thuhet se nuk e miratoi për shkak të moshës së Adam Kadyrov. Ramazan Kadyrov shkroi në kanalin e tij në Telegraf se Putin e përgëzoi personalisht familjen për këtë ngjarje. Në mesazhin e tij ai shpreu mirënjohjen e tij të sinqertë për telefonatën e Putinit. Gjatë festimeve, detajet papritura troqën vëmendjen e medias. Në kyçin e dorës së Adam Kadyrov, gazetarët vunë re një orë Jacobonko, bilioner Ashoka, të zbukuruar me 320 diamante dhe me një vlerë të vlerësuar prej afërsisht 27.7 milion dollarësh. Midis të ftuarve ishte komandanti i njësisë së forcave speciale Akhmat Apti Alaudinov. Përveç kësaj pamjet nga festimet, tregojnë 17 vjeçarin Adam Kadyrov duke drejtuar një Mercedes-Benz G-Class. Më pak se 500 makina të këtij modeli janë prodhuar dhe importi i tyre nga BE për në Rusi është zyrtarisht i ndaluar. Çmimi i tij vlerësuar është rreth $190.000. Video tregon gjithashtu Adam Kadyrov duke qelluar në ajër me një pistolet të artë. Përdorimi i armëve të zjarrit nga të miturit është i ndaluar në Rusi, ashtu si edhe të shtënat me armë zjarri gjatë festimeve. Që nga qershori viti 2023, Adam Kadyrov ka mbajtur disa pozicione zyrtare. Ai drejton shërbimet e sigurisë Ramazan Kadyrov dhe që në prill të vitit 2025 u bë sekretar i Këshillit të Sigurisë së Republikës dhe kurator i Ministrisë Rajonale të Punëve të Brendshme, si dhe kurator i Universitetit Forcave Speciale. Ai është vlerësuar gjithashtu me një numër urdhra shtetëror dhe mban titullin Hero i Republikës Çeçene.